Momenti më i keq ka qenë atje në fillimet, sidomos për gjeneratën time, edhe kum pas një rrugë maksimale. Ja kum dal, kemi banesat tona atje, kemi arrit mi ble, kemi 4 banesat tona, djemt i kanë banesat e vetë tash. Po, unë jam kthiju në kum investu në 1.200.000 në Kosovë. Për shembull, unë me grua më duan 1.500 euro minimum për me jetu këtu, për një jetë solide, jo luksuze. Disa gjëra kushtoj ma shumë këtu se atje. Red Bulla ma shtrejt këtu se atje. Unë kum pas një rrugë shumë të mirë, edhe ja kum dal, edhe kum pas një rrugë maksimale, s'pesej këj shifrën, po ja kum dal, kemi banesat tona atje, kemi arrit mi ble, kemi 4 banesat tona, djemt i kanë banesat e vetë tash. A kom drejt me të pyesë çka puna, ne? Po, Çka keni punu? po 3 djemt ja e kanë kri shkollat atje. Njëri djalë ka kri shkollën për inxhinier, njëri për arkitekt, faktikisht. Ata ju 4 banesa. Edhe ja kemi dal. Punët i kena të mira, se cili kena rroga të mira dhe ja kemi dal. S'po marrëmendja që peleshit Zvitrën. Po, unë jam kthiju në kum investu në 1.200.000 në Kosovë. Për çka? Po kum investu, kum ble gjëra këtu, që me u kthi ndonjëherë në Kosovë. Më kam ke lënë vend këto që për mu kthy. Po, kemi këtu, kemi investu në Kosovë, në 1.200.000 ose 500.000, se jam i sigurt. Sa u projnë dërum të s'ke çka me. Po. Punë të mirë atje, punë të mirë këto. Po, kena mu kthi, besoj që po. Besoj që po. Veç me grua dhe me fëmijë. Jo me krejt. Djem, po ka ndëshime orë këtu. Cila është sakrifica që ke bo në jetë, apo momente ma i keq që ke përjetu në jetë? Momenti më i keq ka qenë atje në fillimet, sidomos për gjeneratën time, kemi qenë se kemi ditë gjuhën, megjithëse kum kry shkollën e lartë pedagogjike në Kosovë, kum shku si student, ka qenë vitet vështira për me ndihmu prindve për me kry shkollën, ashtu kum shku në fillim, edhe pastaj kum et atje, po ka qenë fillimet shumë të vështira, gjuha jo, s'kemi pas do një zanat ose shkollë, për atje mendoj, edhe faktikisht tash gjenerata e re, sidomos djem tash e kanë malet e din gjuhën, kanë kri shkolla, atë po koha ma ndryshë çdo gjë. Edhe se ktheheni këto, a ja merr mendja me punu me një pagë të Kosovës? Jo. Se këtu nuk i kemi pagat e Zvitrës. Jo, një rrugë mesatare 1.500 euro që si je vetë i dyti. Për shembull, unë me grua më duan 1.500 euro minimum për me jetu këtu. Qëse tash, nëse ki 5 antarë në 2.000 euro se një ader këtu, ashtu unë e mendoj. Se ki disa gjëra që më zdanë politikë, gjitha janë shtetu, rrima shtetu, ajo, gjitha, faktikisht, një 1.500 euro duhet për me jetu për 2 persona, ashtu mendoj, se ka ndodhur që një muj kam qëndru këtu, mu ka ndosht tash mjete. Për një jetë solide, jo luksuze. Normale një jetë. Normale, një jetë normale, me dalë, me shok, me dalë, mos me kufizu vetë vetën. Shtushme dhe këto. Po. Disa gjëra kushtoj ma shumë këtu se atje. Po, hajtë, qka për shambull? A më bon mena për gjithësi? Po, shembull, Red Bulla ma shtrejt këtu se atje. Coca-Cola ma shtrejt. Mos i cekë disa artikë më falë. Do motët 89 rapa është, po 89 rapa është, deri 1 frank mund të shkon këtu a 1.30. Faktikisht, disa gjëra janë këtu ma shtrejt se atje. Elementare, s'po flasë për Red Bull se kja luksuze, po gjërat elementare, disa gjëra janë ma shtrejt këtu në Kosovë se atje. Janë në varet prej cilës shqitore market shkon, po faktikisht janë gjërat ma shtrejta këtu. Disa, edhe rrogat, nuk e di se janë rrogat minimale këtu, po në 1.500 euro mendoj që janë pak për një familje, 3 antarësh prafësisht. Falenderoj shumë që gjithë e komendohet. Shumë falenderoj nga ju, respekt për gjithë. Shumë falenderoj, gjithat mirat. Respekt. U takum mas 20 vjetëve apet edhe që shtë bu puna. Dhe më thonë mas 20 vjetëve, e ki njoft,
Mos të zëvë një taku prapa? Qashtë të disha. A do të minimu burë i grus në punë shpis? Po, kur punojnë dëtë pse jo? A i lan ajo, mi bajt i Ja, bërë. i lanë maqina, po të mi në shu. Po, ja, të maqina s'preki. Po jo, e kum prodhu një liber vetë. E ki Prodhu një liber vetë. për grun tona? Po, e kum maru vetë. Librin. Po, Do më thonë ki botu liber për grun tone. po. Qka shku nat liber kalzana pak pika Ska qkuta? liber, ka edhe në kujtime të bitit të spare. Shu për shamë menja me të rathune her. Ja, kur. Kjo t'jole me qku menja ti para kamerës nuk këtu. Që ja dhe... Qysh je? Mirë. Shme kalan? Mirë, Se shte. fmin të sot je gruja. A? Po që e ka të madhen, që me bo? Ti t'vojt e ka. Që sa ku e martu në vla kalzëm? Që një 4 vjetë, po. 4 vjet. A me mësita vet kalzëm me gjithë. Ja, vetë, valla. Po. Qysh e njoftu të kalzej dostit? A, Qysh janë jest? po a i ko është pak e gatë, po... Qysh e gotë? 4 vjet. Jo. Historia është e gatë. Se janë i kalzëman pika qkurta. Pika të shkurta një që në ma shumë se 20 vjetë, po zoti e pruni që u taku mas 20 vjetë dhe apet edhe që shtë bu puna. Do më thonë mas 20 vjetëve, do thonë 20 vjet, e ki njoft, mas 20 vjet një taku prapa, Qashtë të edhe disha. u martut. Edhe u martu, Sa fëmijë keni? që të dë djemë. Ti ruaj zoti sholla i kimi. Falim deri qëmë. Tregon vëlla, a e dën? Po më që shjo, më konë që kisha të fëmi. Tregon, a për lani shpesh vëlla? Qysh? A për lani shpesh? Po e si do të qëtë ka menime ndryshim të, po e... Mos marrë veshje. Mas ma veshe, po e gjona gjune për bashkët. Tregon, a i një më punë shpis vëlla? Po, Cilat punë shpisi një më mas shumë ti? Ose mas shpesh? po ku ka nevoj që janë me senet trona i një moj. Për shembull, mi nshu teshat në lavatriqe. A i lan ajo, mi bajt i Ja, i bërë. lanë maqina, po ti mi nshu. Po, ja, të maqina s'preki. E tregon, enta i ki lanë herë. E lan maqina. E na një ndodhë për shembull me Po ka njerë ku më qëllon për dore, po. E lanë. Po, Për shembull vëlla, mi fshi plunat e shpis. po e një moj, në të... Edhe me fshis. Edhe me fshis. Tregon, a do të minimu burë i grus në punë shpis? Po, kur punojnë dëtë pse jo? Do të minimu? Po, që që jo? Tregon, a je xheloz? Jo, pse? A jo xheloz, se gati ti ishe xheloz. Jo, pse më konë gjeloz? Asa jo se Kur e xheloz. ki besimin s'ka gjelozi. Tregon për shembull, Atlena ty më dal me shoqe me pi kafe? Me shoqe? Po. Po, Ajo deri ty me t'lon me shoqe. Deri tash s'ka po s'u konë mu e rasti që kum dal. S'ki dal. Jo. Jo goxha del. Ja, Ja, jo dala mu s'është puna. Jena ma shumë me thmi me gru, Halal. që të kam punë. Qysh e thirr vëlla kallzëm? Namën. Na i fjallë diçka ma ta me zemër a shtëpi. Ja. Pse? Ja, po namën e ka dhon baba, nona, që me thinë zemër. Zemër e ka e dina në punë mrençme. E gru? A i thua gru jo? Po ka njerë i thonë voj Ka gru. njerë gru. Po. Tregon vëlla, çaj ka majt fort ki dashnin e ju. Po besimi, ato ideja të ardhmërijës, që do na me planifiku, me ulumtu që shthona na. Tregon vëlla, cila është dhurata më e mirë që e ki bone herë? Nuzës. Ka zdi se valoj. Na një ma të veçanten. Ma të veçantë. Ty, be, tash s'po m'bjen në me. Ja me na pak, ja, qysh be ki bleni usës dhuratës, s'po të bën men çka. Po jo, e kum prodhu një liber vetë. E ki Prodhu një liber vetë. për grun tona? Po. Do të thonë e ki E kum maru vetë. librin. Po, Do të thonë ki botu libër për grun tone. po. Çka shkruan atë libër kallzana pak pika Ka çkuta? libra, ka edhe në kujtime të bitit të spare. Qeni taku? Po. Deri më sot. Deri më sot. Kur e kallzove që ki botu libër për ta çka tha? Që më thonë, faleminderit. Faleminderit. Po. A që ka shumë e don vëlla. Po unë nuk më konë kështu e isha najtë vetë më mirë. Tregom çka kishe bune se ishte të ndoh. Zot mos e bavish. Ja, për ashtu s'menoj heq, valla asja përgjegje për këto. Po, s'ka... A se menon dobi me ta Jo, heq? më çfarë, të më puna. A të ka shumë për shkakun menja me të rathune herë? Ja, kur. Kjo t'jole me çku menja ti para kamerës nuk këtu. Që ja dhe me mbetë edhe pa qëtë mikrofon, në kisha dhënë njëjtën. Do të thonë, a nuk shas një famën qitëra? Pa e sho, a më shkon menja. S'shkon menja. Jo, pse më shku. Unë e kum zgjedh njoft, me që ato e kum zgjedh jetën, me që ato e qaj deri në fund. Sho don zoti plakin i bashk. Faleminderit Po që. help juve. Respekte vëlla, për të mirë. Kale mirë mos i la. Respekte.